Përshëndetje shikues të nderuar. Sot do t'ju prezentoj një recept, një tavë, e cila bëhet zakonisht në për tava të vogla, por e ka këtë recept, por zakonisht shërbehet në tava të vogla. Dhe më thonë, nuk përgatitet me një tavë të madhe, pastaj këtë antarët e familjes me nda, por thjesht nëse keni kështu tava të vogla, atëre përgatitni për persona. Dhe ajo, po filloj me letrën bora, për arsye se patone nuk e di që a kësha bon këtë kuzhinë. Një letër jashtëzakonisht e mirë dhe kvalitet. Atëherë, filloj me përgatitjen. Për këtë tavë ju nevojitet djath bardh, disa copa kaçkaval, pastaj ju nevojitet ullin, speca të gjelbërt, speca të kuq dhe domate ose domatina. Erza, çfarët që dëshironi, dhe ajo shkon kështu. E merrni një copë djath, kështu sa është për një person, dhe e veni këtu në pjatë. Pastaj e merrni kaçkavallën, e veni kështu në tavë, po ashtu. Pastaj ja veni ullin, gjelbërt të sëdzi, çfarë ti doni. Unë prandaj bona të dy lloje. Pastaj i shtoni specat të gjelbërt. Specat e kuq. Dhe atëherë i veni edhe patligjanat. Patligjanat i ktheni kështu në këtë pjesën e kundërt, për mos me u met pa pjek. Dhe kështu kjo u bo gatshme. Kësaj tani, ja shtoni pak krep. Ju tashma për dini që ne e kemi krypen e uronit dhe taurës, prandaj jemi shumë të kënaqur, sidomos kjo që është ky paketim jashtëzakonisht i mirë dhe i përshtatshëm për me përdorë. Tani veni krep, pak piper të zi, pak origan, dhe në fund vajin e ullirit. Dhe tava për një person është e gatshme. Pe fusim në furrë të nxehtë dhe pjekom diku për 15-20 minuta. Dhe derisa të pres, derisa të bëhet tava, e të rregulloj pak kësaj dhe të pi një ujë të filtruar të kamerot. Shikues të nderuar, besoj që tava është gati, u bën 25 minuta. Shumë po duket bukur. Jon të gjitha ngjyrat e perrimeve, tash paramendoni atje mbrana se tash kjo është e nxehtë, qysh u shkri kaçkavallë, qysh u shkri domate, specat këtë dhe ja japin një tansi të shishme jashtëzakonisht kësaj tave të vogël. Një pogaçe të vogël, e bane ose bleni pitalka dhe keni një drekë jashtëzakonisht të mirë dhe të shëndetshme. Sa për qyshu kurreshtje, atëherë po ju tregoj. Ja shikoni sa bukur është shkri kaçkavalli këtu poshtë, djathi ka o zbuto bu e mirë dhe është një kombinim perfekt. Shikues të nderuar, me këtë tavë, tash po na vinë edhe ditët nxehta verore. Unë ju përshëndes duke ju uruar gjithë të mira.